të shohim. Blem çorape të ngrota për Vinin, një copë shalqiri për Peterin dhe disa doreza antike dyersh për zonjën Tuambi. I blem të gjitha. Mos haro kremin e hundës për motrën time Gail. Oh, sigurisht. Si mund të harroj motrën tënde? Unë mezi po pres që ta takoj. E po Blythe, edhe unë mezi pres që ti të takosh atë. Gail është me të vërtetë e papar. Ajo e ngatëron gjithnjë veten në situatat më interesante. Dhe kam treguar ndonjëherë atë rastin kur ajo u bllokua brenda dyqanit më të madh të kafshëve. Gail është bllokuar brenda dyqanit më të madh të kafshëve. You think about all the things that you love to do. It all comes true. You find a place you never knew where you're happy to. Just be you. We can be who we wanna be. At Littlest Pet Shop, you and me. We can be who we wanna be. At Littlest Pet Shop, you and me. Motra ime s'do mbijeton të asnjë ditë në dyqanin më të madh të kafshëve. Shikoje pak Blythe. A je sigurt se ajo është Gaili? Sigurisht të dashur. E shikon atë qaforin që ka vënë? E vetëm Gaili mund të mbajë një qafore të tillë të shkëlqyer. E po si përfundoi ajo në kampin e dyqanit të madh? Nuk e di këtë, por ne duhet të bëjmë patjetër diçka për ta nxjerrë qatë. Çfarë është ajo? Çfarë po thu? Kanë rojet e tyre personale robot sigurie? Oh, jeta duhet të jetë të mërshme për motrën time të ëmbël. Aty brenda në dyqan. Nuk ka asnjë krijesë më të dashuruar me jetën se Gaili. Ky vend i shpifur do ja marr shpirtin. Ndoshta duhet të ketë patur ndonjë ngatrim nga pronari. Ajo duhet të dërgojë tek dyqani më i vogël i kafshëve, jo këtu. Shkojmë ta marrim atë. Pra, ky është dyqani më i madh i kafshëve. I bukur, i madh, biskit. Pa shiko. Shiko kush ka ardhur në super dyqanin ton të madh, Whitney. Oh, ç'kemi vajza? Juve ju kisha në gojë tani. Me këkstu, me qenin tënd. Whitney, seriozisht, ti më shkrim fare. E di, unë kam ardhur këtu vetëm sepse në kampin tu editor është një qen që më sjell këtu gabimisht. Ajo është motra Zoit. E po, sa keq për juve. Dhe shumë keq për, domethënë, atë që sa po the ti. Ju lutem, a nuk më ndihmoni dot pak? Jo, ne s'mundemi. Por, unë jo dika që mundet. Monban! Si që urdhëruat ju? Blythe, ky është Monbani, i vetmi roje sigurie robotik i dyqanit në të gjithë zonën e qendrës. Gëzojmë që unë jam. Kjo gjë e lezetshme arrin të dalloj të gjithë zërat, prandaj ne mund ta bindim të bëj çfarë i themi ne. Një lloj si një të dashuri. Shiko, Monban, dëboje Blythin. Rregulli kryesor, i bindem urdhrave zanore të biskitave. Unë do t'ju nxjerr jashtë. Ju jeni dëbuar nga dyqani më i madh i kafshëve dhe dëbimi juaj do të skadoj pas 2 javësh. Kalofshi një ditë të bukur. Nuk më besohet që biskitat më dëbuan mua nga dyqani tyre. Unë as që dua të shkoj në dyqan e tyre. Edhe kush mban robot personal të këtij fundit? Domethënë seriozisht e kam. Ti duhet ta kishe parë Gailin. Kaq e brisht. Ajo është kaq delikate. Kaq e vetmuar në kolibe. Pra të lutem Zoj, nuk mund të jetë edhe aq keq. Po, ti thjesht po i dramatizon gjërat. Dramatizoj? Mua? Asnjëherë. Po më bie të fikut. Gaili e mbyllur aty, nuk mundem ta duroj dot këtë gjë. Është e tepërt për mua, po ju them. Nxitoni para se ajo të bjerë prap. Në rregull, çka ke solla? Oh, kam frikë se nuk më bën punë. Jam shumë e shpërqendruar për të. Dance like you know you can. You can, yeah, you know you can. Dance like you know you can. You can, yeah, you know you can. Dance like you know you can. Ajo nuk e reziston dot kësaj kënge apo jo? Jo. You can, yeah, you know you can. Don't forget to dance. It's the only plan, it's the only plan. Don't forget to dance. It's the only plan, it's the only
duhet një. Më dëgjoni që të gjithë. Ne duhet të futemi patjetër tek dyqani më i madh i kafshëve dhe ta nxjerrim Gelin që aty. Po sikur të mos kthehemi dot në kohën kur të vim të na marrin pronarët tanë, atëherë do të jemi në telashe. Nuk ka asgjë për të shqetësuar, Sunil. Ndërkohë që ti ankohesh, unë shpika një gjë të vogël që kam qef ta quaj operacioni nxjerrja e Gelit. Ky është dyqani më i madh i kafshëve. Dyqani me hapësirë më të madhe për shitje me pakicë të kafshëve në qytet. Edhe kjo është zona e kampit ditor të dyqanit më të madh të kafshëve. Është rrethuar nga xham i fortë 1 centimetër e trash. E njëjta gjë që përdoret në fushat e hokejit. Së pari, ne duhet të kalojmë sistemin e mrekullueshëm dhe të përsosur të sigurisë, me të cilin siç mund t'ju thonë të tjerët, duhet më shumë se një buzëqeshje. Pepper, ti do të futesh e para. Ajo do të gjej lazerat e sigurisë, në mënyrë që vini ti ka përcej në mënyrë mjeshtrore rrezet edhe më pas të fiks sistemin. Por ky është vetëm niveli i parë i sigurisë. Dyqani më i madh i kafshëve është po ashtu i pajisur me një robot sigurie Monbon 5000 teknologjisë së lartë i prodhuar në Osaka, Japoni. Penlink, këtë e ke ti në dorë. Pasi të kemi bllokuar Monbanin, ne prap duhet të përballemi me elementin njerëzor. Sunil, me aftësitë tua për të kontrolluar mendjen, aty vjen radha jote. Më pas, ne duhet të kalojmë në përderën e qendrës së kampit ditor. Aty e ke ti Minka. Pasi të futemi brenda, kutitë individuale janë të bëra prej xhamit. Zoe do të përdor aftësitë e saj azanore për t'u marrë me to. Me që ajo ka qenë brenda, Blajthi do të nxjerrë të gjithëve tek hyrja kryesore nëpërmjet kufjeve, ku do të bashkoheni tek pika e takimit. Më pas ne do të nxitojmë këtu para se të vinë pronarët tanë për të na marrë. Po, kjo është një plan vërtet shumë i mirë. Russell, ti e shpike të gjithë këtë plan për 2 sekonda. Ti je i zoti. Prisni pak. Ne duhet të futemi tek dyqani më i madh i kafshëve, të kalojmë nëpër rrjetat e lazerit, të bllokojmë një robot shumë të shpejtë që bën roje dhe 2 vajza të këqija, të futemi në zonën e kampit ditor, të bërë nga xhami i fortë dhe të dalim me motrën e Zoit. Buke djath. Në fakt, unë pëlqej ëmbëlsirat. Në rregull, pa ta shohim. Kapelet, mirë. Ripat, mirë. Qaforet moderne, megjithatë funksionale, në rregull. Kufjet? Vetëm këtë mund të gjeja. Po ti po tallesh? Jo është një lodër roz plastike? Oh, kufjet ishin pjesa më e bukur e planit tim. E po lëri këtu atëherë. Skuadra e mësymjes me siguri nuk ka nevojë. Pepper dhe Vini, në fillim dhe në qendër. Ju e dini mirë punën tuaj apo jo? Rezultati është 10-4, Plako. Po ku janë rrezet lazer? Nuk ka asnjë lazer. Sistemi i sigurisë nuk ndizet kur është dyqani i hapur. Russell do ta doj veten. Hey, Russell, nuk ka lazera. Çfarë? Po, sepse ata i vën vetëm kur dyqani është i mbyllur. Të lutem, Vini. Mos ta bësi bebe tani. Nuk te jo në kafshë jashtë zonës së caktuar. Mirë, në rregull të gjithë. Vini dhe Pepper ju kapën, por kjo është pengesë e vogël. Mendoj se gjithsesi mund të vazhdojmë me variantin e modifikuar të planit origjinal që unë do ta quaj plani B. Në rregull. Penny Link, ti do të heqësh qafe Monbanin. Sa e lumtur jam! Sunil, ti do të merresh me biskitat ama. Sa e lumtur jam! Edhe Minka, ti ke ende detyrën për të na nxjerrë nga dera e kampit ditor. Sa e lumtur! Në rregull të gjithë, le të lëvizim. Që këtu Dërgo tekstin. Dërgo tekstin. Whitney, ti më shkrim fare. Çfarë ishte ajo? Monban, majmuni i çmendur në korridorin 8. Tek 7 më mirë. Korridori 9 tani. Korridori 10. Korridori 11. Unë po vitë të shpëtoj, Gale! Rruga e gabuar! Sërish
Ajo do t'ja dal me siguri! Ajo s'do ja dal dot kur. Ata s'ja dalin dot. Unë do vite të shpëtoj Gale! Nuk lejohen kafshët jashtë zonës së caktuar. E pat, ata nuk ja dalin dot. Në rregull, është koha për planin C. Nëse Penny Ling mund të ndryshoj polaritetin e kasierës numër 4, transaksioni i radhës që do të bëjmë biskita duhet të ndez me saktësi frekuencën e duhur për të ndalur robotin. Por kjo ndodh vetëm nëse Sunil mund ta josh atë nga brenda me një rrezë 3 këmbë nga kasa. Russell, plani yt më duket pak i koklavitur. Unë kam diçka më të thjeshtë në mendje. Alarm për shkelës, alarm për shkelës. Alarm për shkelës, alarm për shkelës. Hidhi një sy, shiko kë po ndjek Momban. Ha? Çfarë po kërkon Blythe këtu? Ndaj, rezistenca është e kotë. Ja ku i bëra ushtrimet për sot. Shpresoj që Zoe ti ketë marrë të gjitha tashmë. Zoe ka ardhur të na nxjerrë! Po vite të shpëtoj Gale! Ju fillestarat nuk zini më kur. Askush nuk ja del dot. O jo! Është kënga e përzjedhur e Zoit! Forca Zoe! Mblidhi forcat! Dance like you know you can. You can, yeah, you know you can. Dance like you know you can. You can, yeah, you know you can. Don't forget to dance. It's the only plan, it's the only plan. Don't forget to dance. It's the only plan, it's the only plan. You can, yeah, you know you can. Zoe, jo! Mund bani, mund të dëgjoj. Nuk lejohen kafshët jashtë zonës së caktuar. Gale? Gale? Oh, Gale, si do ta nxjerrim natën nga ajo kuti? Epa, shiko se kush u dëbua 2 herë tani Brit. Blythe? Po, sigurisht, Blythe. Momban! Faleminderit që e vizitua dyqanin më të madh të kafshëve. Ju lutem na vizitoni sërish kur të ketë mbaruar dëbimi juaj dyfisht. Shtimi i aktivitetit të sigurisë e ka shuar të gjithë energjinë e Monbanit. Fuqia e baterisë kryesore është poshtë 1%-shit. Monbani ka gjuhë. Ky tipi është vërtet i mërzitshëm. E pse vall duhet të punoj me bateri? Seriozisht, Whitney ai duhet të bëhet ekologjik. Britney, ai është elektrik, ai është ekologjik tashmë. Kuptoj. Atëherë duhet të ketë një ngjyrë tjetër. Si është puna tani? Se nuk po merret Mombani me të? Ta, sepse është ende në karikim. Nuk lejohen kafshët jashtë zonës së caktuar. Si do t'ja bëjmë? Si do t'ja bëjmë? Janë kapur të gjithë! Ju shok, më në fund kam gjetur një plan që ja vlen. Është një plan, ku e kemi lënë tani? K, apo L. Mirë, tani do të fillojmë te plani L. Në rregull, pra për planin L duhet që Sunili dhe Penny Ling të kalojnë në këtë vend. Penny Lingun e kapën. Mrekulli. E dija se duhet kisha bërë një plan K, përse nuk i dëgjova zërat brenda kokës sime? Prit një minutë. Zërat brenda kokës tënde. Russell, ti je një gjeni. Ja, sigurisht që jam. Çfarë bëra tani? Ti the se duhet kishe dëgjuar zërat brenda kokës tënde. E po Monbani ka zëra në kokën e tij po ashtu. Whitney dhe Britney. Në rregull. Do ta bëjmë.
Në rregull, djema. Ne mund të shpëtojmë të gjithë, përfshirë edhe motrën e Zojt, dhe t'i kthejmë në shtëpi. Por gjithçka varet prej teje, Sunil. Sikur. Duhet të futesh dhe atëherë, kur biskitat të jenë në kontroll, ti duhet vetëm të vësh këtë mbi sensorin e ndigjimit të Mondbanit. Mbi çfarë the? Mbi veshët e tij robotik. Edhe pasi ti vësh në vend, unë do t'imitoj zërat e Whitney dhe të Britneyt, edhe do t'i urdhëroj Mondbanët të lirojnë kafshët. Si ju duket pra? E ka një filles, një mes edhe një fund. Më pëlqen. Le ta quajmë plani M. Unë nuk mund ta bëj kurrën e kurrës, këtë jam një frikacak. Kjo është e vërtet, ashtu është. Tunil, nëse unë futem brenda dyqanit, unë do të ndej sensorët e sigurisë së Mondbanit. Edhe nëse futet Russelli, ai do të mlidhet si top. Kështu bëjnë riqet. Unë e di se po kërkoj shumë, por miqtan ka nevojë shumë për ty. Ti je vetë një shpresë jona. Në rregull, do ta bëj. Të lumt, Mangos. Unë do të filloj të bëj planin për kur ta kapin. Për miqtë e tu, Sunil, për miqtë e tu. Mos u mërzit, Sunil. Unë jam këtu tek veshi yt. Nuk dua t'ja di. Nuk do të futem brenda. A ju bllokua? A ke ndonjë ide, Russell? E po, me sa e njohun Sunilin, ai mund t'jetë një frikacakit me rruar pa pikë besimi tek vetja. Por ka një gjë që mund ta nxjerrë në pa heroin e tij të brendshëm. Sunil, ti duhet të më dëgjosh me kujdes tani. Brenda ati dyqani ka kobra. A më dëgjove? Kobra. A më the në vesh se ka kobra brenda? E po, jo saktësisht. Po, kur shikon aty brenda, në vend të lodrave dhe ushqimeve për kafshët, unë dua që ti të shikosh kobra. Unë i urrej kobrat. Kape, edhe ti. Kobrat. Kjo është kaq e mërzitshme. Jashtë mase. Nuk ka ardhur ora për ta mbyllur? Ha? Hey, çfarë po bën ti jashtë kutisë tënde? Alarm për shkelës, alarm për shkelës. Mondban, a nuk bën dot diçka të mirë? Ti duhet të shkosh dhe t'i lirosh të gjitha kafshët. Tani pra? Rregulli kryesor. Dëgjoj vetëm urdhrat zanor të biskitave. Vraponi të lirë, miqtëmi! Liria është e juaja! Çfarë? Ndodhi, a mund ta di dhe unë? Edhe unë do t'ju bëja të njëjtën pyetje. Ç'kemi, babi? Për pak ja dola. E janë këtej të gjithë, nxitoni! Nuk ishte ndonjë gjë e madhe. E dija që ju kishit nevojë për mua dhe nuk mund ta shpërfillja. Gail? Gail? Kush është Gail? Kush je ti? Unë quhem Tutsi. Ups. Më duket se kam bërë një gabim të vogël. Aman, moj. E po, kjo është e çuditshme. Mendoj se nuk kam se çfarë të bëj. Të gjitha helmetat e kavalierëve të mbretit Charles mua më duken një lloj. A mund të më kthej dikush në shtëpi? Eja pra, Tutsi, do telefonoj pronarin tënd. Mos më foli mua jo vajza. E po, ja ku qenë ke zoje dashur. Kam gjithë pas ditën që po të pres. Gail! Ne kemi patur një ditë e papar. Zota beson shkur se çfarë ka ndodhur? Më lër ta gjej. Më ngatrove me dikë tjetër? Përsëri? Përsëri? O, Zoe, çfarë do të bëjmë me ty për këtë? Ta them unë se çfarë do të bëjmë? Ne do të kërcejmë!
you know